Pasi Alba u kthye për t'u larguar, ajo mendoi se gjithçka kishte mbaruar. Se të paktën për atë mbrëmje, fjalët ishin thënë dhe kufit ishin vendosur. Por Limi nuk ishte nga ata që e duronin humbjen e kontrollit. Sidomos kur ndodhte para të tjerëve, edhe pse askush nuk ishte fizikisht aty në atë korridor të ngushtë. Hapat e tij u dëgjuan pas saj. Të shpejt, të ashpër. Jo të qetë. Mos ik, i tha. Nuk ishte lutje. Ishte urdhër. Alba u ndal, por nuk u kthye menjëherë. Mori frym thellë. E ndjente zemrën t'i rrite fort, por nuk donte t'ia tregonte. Kur u kthye, fytyra e saj ishte e ftohtë, e lodhur, por e vendosur. Çfarë do tani? Pyeti sërish, sikur çdo fjalë po i kushtonte energji. Limi ju afrua edhe më shumë. Distanca mes tyre ishte tani e rrezikshme. Ai fliste me duar, me trup, me qëndrim. Ti e prish gjithmonë, tha ai. S'më le as të rri normal. Nuk të bëra asgjë, vetëm u afrova. U bëre xheloze kot. Fjala xheloze ra si dang. Alba e ndjeu si thumë në stomak. Jo sepse nuk kishte ndjerë xhelozi, por sepse po përdorej për ta ulur, për ta bërë të dukej e parëndësishme. Nuk është xhelozi, tha ajo ngadalë. Është respekt. Gjë që ti nuk po e kupton. Limi qeshi shkurt, me nervozizëm. Respekt? Mos mashit si moral. Po të mos të pëlqente, s'do ishim këtu duke u grindur. Alba bëri një hap përpara. Tani ishte ajo që po i afrohej. Jo, ja ktheu. Unë po grindem sepse ti mendon se mund të prekësh, të afrohesh, të bësh presion dhe pastaj të më thuash mua që jam xheloze. Ai ngriti vetullat. Presion? Mos e egzagjero. Benita nuk është fëmijë. Ajo të afrohet vetë, nëse do. Këtu Alba u ndal. E pa drejt në sy. Pikërisht aty ishte thelbi. Pikërisht, tha ajo. Ajo të afrohet vetë. Kjo është diferenca. Jo ti. Zëri i saj ishte i qartë, i prerë. Pa britma. Pa dram. Dhe ndoshta kjo ishte ajo që e acaroi më shumë Limin. Sepse nuk kishte më kaos për të kontrolluar. Vetëm një të vërtet të thjeshtë. Ti mendon se nuk e donte? Ja ktheu ai me për. Buzje. Po jeton në iluzione. Ato fjalë nuk ishin vetëm për Benitën. Ishin për Alban. Për mënyrën si ai e shite, naive, e tepruar, e ndjeshme kot. Alban ndjeu duart t'i dridheshin. Mendoi për të gjitha herët që kishte heshtur. Për momentet kur kishte zgjedhur të mos fliste për të mos u dukur e vështirë. Për kompromiset e vogla që ishin bërë të mëdha. Mos më fol ashtu, tha ajo. Ishte paralajmërim, jo kërkesë. Po si të flas? U përgjigj ai menjëherë. Kur ti s'po e pranoke realitetin. Dhe aty ndodhi. Nuk ishte plan. Nuk ishte menduar. Ishte një reagim i pastër, i mbledhur nga gjithë ajo që ishte grumbulluar prej kohësh. Dora e Albës u ngrit dhe e goditi në faqe. Një shpullë e thatë, e qartë, që theu ajrin dhe heshtin njëkohësisht. Për disa sekonda, asnjëri nuk lëvizi. Limi mbeti i ngrirë. Nuk ishte dhimbja fizike ajo që e tronditi, por fakti që kontrolli i kishte rrëshitur nga duart. Nuk e kishte parë të vinte. Nuk e kishte parashikuar. Alba po dridhej. Frymëmarrja i. Limi ishte ulur pranë Benitës prej kohësh, aq sa prania e tij ishte bërë e dukshme për të gjithë. Krahu i tij qëndronte i mbështetur mbi të, jo me forcë, por me atë lloj afërsie që nuk kërkon leje. Ishte një gjest i vogël, pothuaj i padukshëm për dikë që nuk donte ta shite, por mjaftueshëm i fortë për të ndezur gjithçka. Benita nuk reagoi menjëherë. Rinte e qetë në dukje, por supet i kishte të ngrira. Syt i lëviznin pak, sikur kërkonin një rrugdalje, ose ndoshta thjesht po përpiqej të mbante kontrollin. Ajo nuk donte të ishte shkaku i ndonjë shpërthimi, por e dinte që situata po tensionohej. Alba i kishte parë të gjitha. Që në momentin e parë. Nuk i kishte shpëtuar as krahu i Limit, as afërsia, as mënyra si ai sillej sikur gjithçka ishte normale. Fillimisht u përpoq ta injoronte. I tha vetes se po e egzageronte, se ndoshta po keq kuptonte.
por sa më shumë kalonte koha, aq më shumë ndjente se diçka po i bëhej përpara syve, diçka që e prekte drejt për drejt. Acarimi i saj u rrit ngadalë. Jo si shpërthim i menjëhershëm, por si një valë që mbledh forcë. Frymëmarrja ju rëndua, duart i mbajti të shtrënguara mbi preher. Çdo buzëqeshje e limit, çdo lëvizje e vogël, ishte një goditje e re. Dhe pastaj nuk duroi më. Pse po ma bën këtë gjë? Tha Alba, më shumë e lënduar se sa e zemëruar, por zëri i saj doli i mprehë. Dhoma u qetësua menjëherë. Bisedat u pren. Të gjithë kthyen kokën. Limi nuk u largua nga Benita. Përkundrazi, ju afrua edhe më shumë. Ishte një veprim i qëllimshëm, një provokim i hapur, sikur donte ta shtynte Alban deri në kufi. Mos e bëj kaq të madhe, tha ai, me një ton që nuk kërkonte qetësi, por dominim. Ka gjëra që sqarohen më mirë sa të dalim jashtë. Fjala ra rënd. Alba e ndjeu menjëherë peshën e saj. Nuk ishte ftesë. Ishte paralajmërim. Një mënyrë për ta ulur, për t'i treguar se ai kishte kontrollin. Ajo u çua në këmbë. Ti po më kërcënon? Pyeti, duke e parë drejt në sy. Benita lëvizi më në fund. U kthye nga Alba, jo me turp, por me një shprehje të ftohtë, pothuaj sfiduese. Kishte duruar mjaftueshëm. Dhe fjalët që doli të thoshte nuk ishin të rastësishme. Problemi yt, tha ngadalë, është se nuk je e zonja me ja bërë qejfin. Alba mbeti pa fjalë për një çast. Limit qejfin ja bëjnë të tjerët, vazhdoi Benita, pa e ngritur zërin, por me një siguri që lëndonte. Gjithmonë ka dikë tjetër. Këto fjalë nuk ishin thjesht ofendim. Ishin goditje e drejt për drejt. Alba ndjeu një nxehtësi në kraharor, një përzierje zemërimi dhe zhgënjimi. Syt ju mbushën, por nuk derdhi asnjë lodh. Nuk donte t'u jepte kënaqësinë. Limi heshti. Nuk e mohoi. Nuk e ndaloi Benitën. Heshtja e tij foli më shumë se çdo fjalë. Ai buzëqeshi lehtë, një buzëqeshje e vogël, e rrezikshme, që tregonte se situata i pëlqente. Ti mendon se kjo është forcë? Tha Alba më në fund, me një qetësi që erdhi pas stuhisë. Të lëndosh, të provokosh, të poshtërosh? Askush nuk u përgjigj. Minutat kalonin ngadalë. Çdo sekond dukej e rëndë. Ajri ishte. Atë natë feste gjithçka doli jashtë kontrollit. Nuk ishte më thjesht një ndjesi e keqe, një dyshim i vogël në kokën e Albës. Ishte bërë e qartë. Tepër e qartë. Limi kishte filluar t'i pëlqente Benita. Nuk ishte më diçka që fshihej pas shikimeve të shkurtra apo buzëqeshjeve të vjedhura. Dhe Benita nuk ishte as pak e painteresuar. Përkundrazi, ajo ishte afruar. Hap pas hapi. Me vetdije. Alba e kishte ndjerë që diçka po ndryshonte. Energjia. Distanca. Heshtjet. Dhe në momentin që e kuptoi të vërtetën, diçka brenda saj u këpull. Në mes të festës, mes muzikës, alkoolit dhe njerëzve që qeshnin pa e ditur çfarë po zihej, Alba u drejtua drejt Benitës. Nuk foli. Nuk pyeti. Dora i shkoi vetë. Një goditje. E papritur. E fortë. E mbushur me gjithë zemërimin, shgënjimin dhe poshtërimin që kishte mbledhur. Zhurma u ndal. Britma. Kaos. Limi dhe labinoti u futën menjëherë në mes, duke i ndarë. Duke u përpjekur të ndalonin diçka që tashmë kishte shpërthyer. Alba u lërinte. Benita shante. Gjithçka ishte bërë një skenë e turpshme, por për Albën, turpi kishte kaluar prej kohësh. Ajo që kishte mbetur ishte vetëm dhimbja. Dhe atëherë dolën fjalët. Fjalë që nuk kthehen më mbrapsht. Ti je një baxhelle, i bërtiti Alba Benitës, me zë që i dridhej nga nervat. I dashuri i katërt që ke ndëruar në këtë shtëpi. 4. Dhe prap sillesh sikur je viktima. Njerëzit mbetën pa frym. Disa u shtangën. Disa u kthyen nga ana tjetër. Por Alba nuk ndalej më. Atë natë, vazhdoi ajo, kur erdha dhe të fola si njeri, kur të thash çfarë po bën, ti më the, është pishëm Limi. Të fala për atë fjalë. Të fala. Sepse tani ta tregoj unë ty çfarë është e vërteta. Zëri i saj ishte i qarë, por i fortë.
Nuk ishte pije. Nuk ishte moment. Ishte zgjedhje. Zgjedhja jote për t'u afruar me dikë që e dije shumë mirë se çfarë përfaqësonte për mua. Dhe zgjedhja e tij për të më poshtëruar para të gjithëve. Alba u kthye nga limi. Syt I kishte të mbushur me lot, por nuk po qante. Ishte më keq se kaq. Te e zbrazët. Ti rri dhe qan. Qan nga deja, qan nga presioni, qan sepse s'di çfarë do po e di kush nuk qausonte. Unë. Edhe pse jam ajo që u shkel. Ajo qeshi me ironi. Të dy jeni fshehur pas justifikimeve. Ti pas alkoolit, ajo pas viktimizimin. Ndërsa unë jam këtu, duke u dukur si e çmendura e historisë, vetëm sepse reagova kur më u mor diçka që më interesonte. Fryma I merrej me vështirësi. Nuk më dhemb vetëm që më humbe. Më dhemb mënyra. Para syve të mi. Në shtëpinë ku jetoj. Në festë. Me njerëz që do ta kujtojnë këtë skenë më gjatë se çdo këngë që u luajt sonte. Ajo bëri një hap mbrapa, sikur po largohej nga e gjithë ajo situatë. Nëse kjo është loja juaj, mbajeni. Unë nuk jam këtu për të konkuruar, as për të luftuar me duar për vëmendje. Por mos më trajtoni sikur jam budallaqe. Sepse nuk jam. Zëri I saj u ul, por fjalët ishin edhe më të rënda. Sonte u tregua të dy. Dhe unë pash gjithçka. Edhe pse më dhemb, më mirë e vërteta brutale se gënjeshtra e ëmbël. Alba.